Përplasja mes qeverisë shqiptare dhe organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka vijuar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me gjendjen e medias në Shqipëri. Reagimi i organizatës Reporterët pa kufi erdhi pasi Rama ju referua një analizë të një startupi me inteligjencë artificiale, sipas së cilit hapësira mediatike në Shqipëri dominohet nga zëri i opozitës. Organizata ndërkombëtare kërkoi kryeministrit që të përqendrojë vëmendjen tek problemet reale të lirisë së medias dhe jo në kundërshtimin e gjetjeve të saj. Kryeministri Edi Rama, në vend që të përpiqeni kot të provoni se indeksi i raportit Without Borders është i gabuar, ne propozojmë që energjia të investohet në adresimin e problemeve kronike të lirisë së medias në Shqipëri. Së bashku me partnerët lokal, organizata Reporterët pa kufi është e gatshme për dialog, thuhet në reagimin e organizatës. Organizata Reporterët pa kufi shprehen gjithashtu e hapur për bashkëpunim dhe dialog me autoritetet shqiptare dhe aktorët lokal për përmirësimin e situatës së medias në vend. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama është përgjigjur duke theksuar se të dhënat e paraqitura prej tij nuk synojnë të kundërshtojnë raportin e organizatës, por të shtojnë elemente të tjera në analizën e realitetit mediatik në Shqipëri. Ju prezantova të dhëna të verifikuara që tregojnë se Shqipëria është 33% mbi kufirin e sistemeve të mediave të kapura. Sinqerisht, qëllimi im nuk ishte ju provoja të kundërtën e raportit tuaj, thjesht mendova se ju vlente për të ndarë me ju të dhëna shtesë të bazuara në fakte, duke marrë të mirëqenë se ju do të ishit të gatshëm për të konsultuar me burime objektive dhe të pamshme. Debati vjen në një moment ku raporti i Reporterëve pa kufi e rëndit Shqipëri në vendin e 33 për lirinë e shtypit dhe transparencën e medias, duke shënuar rënjën e krahasim me vitin e kaluar.